Në Shqipëri dhe në rajonin përreth, remitancat e emigrantëve mbeten një burim i rëndësishëm për ekonominë familjare dhe kombëtare. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, emigrantët sollën 531 milion euro për të afërmit e tyre. Këto para kontribuojnë drejt për drejt në përmirësimin e kushteve të jetesës, por një pjesë humbet për shkak të komisioneve dhe tarifave të transfertave. Shumica e emigrantëve shqiptar jetojnë në Itali dhe Greqi, duke bërë që remitancat të vinë kryesisht nga këto shtete. Megjithatë, kostot e dërgimit vazhdojnë të jenë të larta. Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se në tremujorin e parë të vitit 2025, për çdo 345 euro të dërguara nga Italia, rreth 5.89% ose afërsisht 20 euro, u konsumuan nga komisionet dhe kursi i këmbimit. Edhe në vitin 2023, kostoja mesatare për transfertat nga Italia dhe Greqia mbeti mbi 5%. Remitancat përbëjnë një pjesë të madhe të ardhurave të jashtme. Kohët e fundit, Banka e Shqipërisë ka vendosur të ulë ndjeshëm tarifat për transfertat brenda vendit dhe, duke nisur nga 7 tetori, pagesa ndërkufitare në euro do të kryhen përmes SEPA. Ky mekanizëm do të ulë kostot deri në 5 herë krahasuar me transfertat tradicionale, duke sjellë një lehtësim të dukshëm për emigrantët dhe familjet e tyre.